fakt, unë mendoj që presidenti Osmani ka vepruar drejt kur ka shpërballë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra është vendimi i drejtë i saj. Sipas gjykimit tim, ndonse unë nuk jam jurist në profesion, por duke parë që ekspertat më të mirë të juridik në Kosovë, të drejtësisë në Kosovë, e thonë këtë gjë, atëherë edhe unë nuk kam gjë tjetër pos të besoj atyre që e thonë këtë gjë, që ajo ka pasur të drejtë. Dhe nuk mund ta mohojmë që nuk e ka përdorur edhe politikisht, sepse tashmë marrëdhëniet mes Kurtit dhe Osmanit nuk janë siç ishin më parë. Ata janë bashkuar për interesa të caktuara dhe po prishën pikërisht për interesa të caktuara. Dhe cili është interesi i tyre, pse janë bërë bashkë janë pozicionet, pse po ndahen prapë janë pozicionet. Pra Kariga i ka prishë ta të dytë, po edhe Kariga i ka bërë bashkë ta të dytë. Prandaj jemi këtu ku jemi sot pas 5 viteve që ne në vazhdimsi kemi thënë që kjo presidente nuk është presidente unifikuese, nuk është presidente e popullit, por është presidente e një partie politike. Dhe mbrapa, nëse keni përcjell një intervistë, ajo diku ka thënë që e ka pranuar që datën e zgjedhjeve me datën 28 dhjetor që i konvenon të Albin Kurtit, e ka përcaktuar pikërisht për dëshirën e zotit Kurti. Madje tha, mes tjera është pa imagjinueshme si sulmohet ala që atyre më e fuqishme. Pra ajo vetëm sa e pranoi që një presidente ka marrë anë 5 vite me radhë dhe ana saj ka qenë lëvizja vetëvendosje. Pra, pas 5 viteve ato që kanë kemi thënë, po dalin tashmë nga vetë goja e presidentës Osmani. Dhe unë nuk kam parë përfundim tjetër, kam parë këtë përfundim që jemi duke parë sot, sepse interesi ka lidh, interesi po i danë.